7 vite më parë në Klan Kosova, ai fliste si një djalë i ri me përplot ëndra në tokën e premtuar, ku për të depërtuar çdo përpjekje është 100 fish me vështirë. Por Kimi ja doli, për veten, për familjen dhe për të gjithë shqiptarët, ai shkëlqeu me paraqitjen në skenën e American Idol. Përpara ikonave të muzikës, ai ndriti emrin e tij si artist dhe të kombit që përfaqëson. Teksa rrugtimi drejt Hollywoodit po vazhdon me ngjitje të shpejtë, intervistën e parë për mediat shqiptare ku do e jepte tjetër përpas në prive. Ekskluzivisht nga Amerika, ylli më i ri, Kimi. Vite ëndra net pa gjumë për një qëllim që po shkon drejt kurorëzimit. Me plot gojë mund të themi se Kimi është zyrtarisht ylli më i ri shqiptar në ngjitje. Ide kaq më të shmem. Unë kam marrë në Amerikë qysh 2017 dhe janë bërë 6 vite plot ato ndjekon tem. Punina shumë krenar që mos kohë gjatë dhe plot sakrifica është në shpërbim mënyrën më të mirë të mëshme sepse e kam marrë dashnin për shqiptarëve anë të botës. American Idol e kam pasur qënim qysh fëmini, mirë po televizja tani këtu në Amerikë prej Kosovës. U shkon vështirë shumë qysh në fillim për me arrit këtë sen. Kam provu 5 vite më radhë. Mirë po, kanë qenë disa gjana që më kanë përru për me më bo pjesë e American Idol, mirë po në këtë vit ja arrita edhe në punë shumë gjatë të unë me punë që për me mbjetu shëceka dhe ma heret, edhe të njëtën po më mujtë më shtu në zonën edhe më bo pjesë e sajna. Si për çdo shqiptar tjetër, fillimi i jetës në tokën e premtuar nuk ishte nga më të lehtit. Kur jem vetë është shumë shtirë me shumë të shpoj, se njëtën ko duhet me punu edhe punë fizike, për arsye që duhesh me mbjetu, ama për arsye që ka antë me ke, ti duhesh me pas tarkën atë që me mbjetu, edhe kjo është ka një ndër arsye që unë shumë për ndash me lezhe, se kisha frikë që të nuk përë mujtë një adalë të punë 7 javë, se dhe ka 2-3 puna vetëm për një adalë një, edhe në andra. Në prezantim ai foli shumë për Kosovën, një pjesë e jurisë nuk është që ishin të painformuar. Kalon shumë përshtypje sepse janë shumë njerëz thjesht pa marrë parasysh karrierës sa kanë arritur në jetën e tyre. Kanë ditë shumë për Kosovën edhe kemi pas biseda për gjanat luftës, se si kanë punuar dhe se si kanë marrë direktor, shumë këshilla edhe shumë njerëz të shoqëruar. Pra pas kena është kanë eksperienca e më e mirë, sidomos me Katy Perry shumë gjona për atë Kosovës. Disa gjona që nuk i ka ditë dhe disa tjera që ka pas një uri për to, sidomos për Rita Oren, Dua Lipen, Bebe Rexha. Shkon shumë njeri thjesht, ka dhënë shumë këshilla, jemi kënaqur me një farë mënyre, kemi hongër vop bashkë edhe ato janë momente që kur nuk kam jarru si artist. Kemi folë për Rita Oren, Dua Lipen, Bebe Rexha, edhe për presidentin e Kosovës, që ajo nuk ka ditë që there's a precedent. Familja jam befasu shumë se sa herë që ju kom tregu diçka kur nuk ka ndodhur. Nuk e di çka është më shtyshje, atë çka është se kam idenë. Amo jam befasu tej mose dhe jem njerëz si familje e tregojmë çdo gjë dhe e përjetojmë shumë si të mirën si të keqen në çdo lloj mënyre. Amo jam befasu shumë edhe derisa kemi kajt bashkë. Sinqerisht ka kajt këtë Kosovë. Nëna mbetet pika e dobët. Qysh e keni pa, nona është pika e me e dobët dhe besoj se për çdo fëmijë duhet me qenë e tillë. Amo jam emocionu shumë se duke marrë parasysh çdo sen që e kemi kalu bashkë, e kom pas pak shumë të vështirë me e fol, pak jajt. Edhe e kom ditë që e kom e përjetu edhe ajo pak keq, sepse është e pamundshme që mos më të kthy gjona që i ke përjetu, edhe ajo duke pas larg që s'm ka pa që 6 vjetë të plota, në të qenë pak stresuse, më qenuse edhe shka me radhë. Pas American Idol, kemi bisedu bashkë me njëri tjetërin, biseda që si kemi bërë kup njëtë si non e mirë, se kam pas frikën që ndoshta kom lëndu ajo, se edhe ajo besoj nona jam ka pas frikë që ndoshta unë kom lëndu nëse i kishim bisedu gjanat sfidat tona që kemi pas njëtë. Mirë po, njëtën ko është ndi shumë krenare që unë ku shpërnda këtë story në American Idol, sepse njerëzit, ka shumë njerëz në anë e botës që kalojnë në për sfida tillë, ndoshta edhe më të këqija. Mirë po, gjithsesi jam shumë i lumtur që kam mujt me bisedu me nonën edhe
që ajo në një lloj mënyre me heka të brengën që unë si fëmijë ndoshta nuk e di lumtur që ajo është nona jam ose diçka. Unë nuk e kisha ndruar kur as në prindët e mi, as familjen me çdo lloj gjaje. Tashmë si artist, Kimi është në një tjetër nivel. Ai është një emër me shumë oferta. Rrjedhimisht kjo përkthehet në shumë projekte që po vijnë. Tani jam të punu në shumë projekte të mia që kam në fillu me hojlan shumë shpejt. Mirë po jam të mundu që me rrujt vetën në një lloj mënyre sepse menaxhmenti ka marrë shumë oferta për shumë label të mëdha. Mirë po du më kujdes që me punu me njerëz si me thanë me një lloj mënyre të duhur për mua, për stilin që kam unë, për muzikës që unë e bëj, edhe që mundeve me arrit me një pikë ku unë. Gati një dekadë larg Kosovës e ka bërë të vetën. Malli është i fortë, mirë po shumë shpejt ai mund të vijë. Menaxhmenti i tij po përgatit një koncert në Kosovë, detajet të cilit mezi po i presim. Lartë më lartë Kim, do jemi këtu për të dëshmuar të gjitha arritjet tua. Është e sigurt që ky është veç fillimi.